Gjandarmeria serbe brenda territorit të Kosovës dyshohet se plagosu e rrëmbeu një serb, deklaruan nga policia. Plot koalicione në balotazh PDK në Mitrovica arrin marrëveshje me LDK e AK-n, kësaj të fundit i ndihmon PDK LDK në Gjakov. Me 10 vota për KQZ certifikon rezultatin e zgjedhjeve për 35 komuna përveç të Drenasit. Anulohet edhe këtë javë seanca ndaj ish-kryetarëve të UÇK-s, speciale thotë se ndodhi për arsye logjistike. Emisioni frontal për sot nisim me lajmin e fundit që na vjen nga veriu i Mitrovicës. Një serb është plagosur dhe më pas është rrëmbyer në Leposaveç nga Gjandarmeria serbe, thot policia e Kosovës në njoftimin e saj. MV dyshohet se u plagos nga personat e maskuar që kishin hyrë në territorin e Republikës së Kosovës. Me datën 1/11/2025, policia e Kosovës ka pranuar një informacion se në zonën e Leposaviçit një person me inicialet MV shtetas i Republikës së Kosovës i nacionalitetit serb dyshohet se është plagosur dhe është rrëmbyer brenda territorit të Republikës së Kosovës nga Gjandarmeria serbe, thuhet njoftimin e policisë. Vendi i ngjarjes ku raportohet se ka ndodhur rasti dyshohet se gjendet brenda territorit të Republikës së Kosovës, pra brenda hapësirës si quhet pika 0 në afërsitë të zonës së Leposaviçit në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë, ku për këtë policia e Kosovës ka njoftuar dhe ka bashkëpunuar me KFOR-in si përgjegjëse për zonën apo brezën kufitar, thuhet njoftimin e policisë së Kosovës. Sa i përket këtyre zhvillimeve në veriun e Kosovës, në lidhje direkte tash e kam zëvendës komandantin e policisë së Kosovës në rajonin e veriut, zotin Veton Elshani. Përshëndetje Veton. Përshëndetje dhe ju nga policia e Kosovës. Faleminderit shumë që i pjesë emisioni frontal për na treguar për këtë ngjarje. Ne i dham lajmin fillestar mirë, por nuk kemi shumë informacione sa i përket asaj se çfarë ka ndodhur në veri. Duke marrë parasysh se tash duke u zhvilluar një hetim, ne nuk mund të japim më shumë informacione, mirë po nuk kemi shumë sigurt a është në territorin tonë, a është në pikën 0, a është në territorin e Serbisë, sepse është në atë zonë aty. Sipas informacioneve që ne kemi pranuar, policia është duke zhvilluar hetimet, kemi qenë atje, kemi bërë vendçeqimin e vendit ngjarjes, por për më shumë nuk ka mundësi me fol sepse janë hetimet në kuadër drejtorisë përgjithshme të policisë që janë duke zhvilluar hetimet. Pra ajo se çfarë keni informacion është se një qytetar serb në veriun e Kosovës është plagosur dhe më pas është marrur nga Gjandarmeria serbe. Ato janë informacione që ne kemi pranuar, po ju i keni pa komunikatën që e kanë çuar drejtoria përgjithshme e policisë. Nuk kam diçka me thonë më shumë se sa ajo komunikat që është bën. Nuk kemi të sigurt çfarë sakt ka ndodhur në atë vend. Po, cili është veprimi që ka bërë policia e Kosovës pas këtij rasti, kur ka marrë vesh se ka ndodhur ose dyshohet se ka ndodhur një plagosje me pas një rrëmbim e një qytetarit të Kosovës? Ka dalë në vend ngjarje, se ka bërë vendçeqimin e vendit ngjarjes, ka intervistuar njerëz të ndryshëm, jemi në fazën e mbledhjes informacione. Çka kanë thonë njerëz në këto intervistime që ju keni bërë? Nuk muj me thonë më shumë për arsye se tash kjo pjesë e hetimeve, po më shumë diçka lidhur me këtë rast nuk muj me thonë. Jo, në kuptimin që a e kanë konfirmuar ata që kanë pa diçka të kësaj natyre që kanë ndodhur? Çdo gjë duhet mu verifiku. Kemi informacionet që duhet të verifikohen, riverifikohen, provohen, mandej do të kemi rast. Policia e Kosovës e ka dhënë pra inicialet, i bie që policia e Kosovës e din që kush është personi që është plagosur, po përtej saj a ka informacione kush është ky person? Nuk mëj me thonë kur gjo ma shumë arsim. Për arsye se komunikat kanë çuar drejtoria përgjithshme e policisë, u takon atyre një drejtoria për krim të organizuar dhe krime trona për mu prononcu më shumë. A kanë qenë policia e Kosovës aty dikun kur ka ndodhur kjo ngjarje? A kanë qenë çka? A kanë qenë dikun ofër të bë patrulla ose diçka të saj? Jo, nuk e kam atë informacion që ne kemi qenë ofër, është një zonë shumë e gjatë të kufirit në Serbinë. Janë do gropa dikun që policia kufitare i ka qelë, se ajo është rrugë ilegale, që është qelë dikun një 1000 metra larg vendit, ajo ka ndodhur 1000 metra më mrena, domethënë jashtë aty në gropa, që është një zonë pa banueshme, është zonë rrugë ilegale. Policia ka shku ma vonë, aty e ka bërë vendçeqimin e vendit ngjarjes, po ma shumë s'muj me thonë, se s'ke ma shumë informata. Po kuptoj, po jam kundërshtor me ditë se çka u kon të bën ky qytetari që u plagos me pas edhe është rrëmbyer. Absolutisht asnjë sen ma shumë s'muj me thonë.
krimet e rona ato që mujnë me folë ma shumë diçka. Unë të falenderoj me gjatë të që ishe në lidhje direkte dhe na dha informacione aq sa ju mundni. Sigurisht ne kuptojmë situatën. Të falenderoj shumë vetëm që ishe pjesë e emisionit frontal. Faleminderit shumë, arsim edhe juve. Ndërkohë, pas këtij informacioni ne vazhdojmë emisionin frontal me kronika dhe informacione tjera që kanë përgatitur gazetarët tanë. Flasim për KQZ-n. Pra me 10 vota për, KQZ ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve për 35 komuna përveç asaj të Drenasit që po pret përgjigje nga Gjykata Supreme. Pas 22 ditëve nga votimet, arritën të shpallin rezultatet përfundimtare. Por para se ta bënin këtë, në Komisionin Qendror Zgjedhor njoftuan se kjo vonesë nuk erdhi nga ta. Sipas tyre këta ishin gati qysh në javën e dytë pas zgjedhjeve. Ndeshta veç një konstatim për publikun, sa i përket KQZ-s, rezultatet kanë qenë vetëm gati javën e dytë pas ditës së zgjedhjeve, por për shkak të ankesave të shumta që ka pas në PZAP dhe në Gjykatën Supreme, ne kemi pas pamundur të bëjmë shpalljen e këtyre rezultateve. Në fakt të hënën shpallën rezultatet përfundimtare vetëm për Prishtinën, Junikun dhe Mamushën. Kjo pasi për 35 komunat e tjera, rezultatet ishin shpallur me 25 tetor. Dhe me 10 vota për, shpallet rezultati për kryetarët e komunën në komunën e Prishtinës, Junikut dhe Mamushës. Përveç kryetarëve të komunave, KQZ-ja ka shpallur rezultatet përfundimtare edhe për anëtarët e 37 kuvendeve komunale. Në Gjakov, AAK 32.35% 11 ulse, lëvizjave të vendosje 18.39% me 7 ulse, Lidhja Demokratike e Kosovës 12.87% me 5 ulse. Aty mungoj vetëm komuna e Drenasit. Një njoftim të shkurt, sot nuk do të mund të shpallim rezultatin për komunën e Drenasit, për kuvende komunale, për arsye se ende është një ankesë në Gjykatën Supreme për të cilën pritet vendimmarrja. Andaj me rastin e pranimit të vendimit nga Gjykata Supreme dhe parsisht prej vendimmarrjes edhe KQZ-ja do të vepron. Raundi 2 i zgjedhjeve për kryetar komunash do të zhvillohet në 18 komuna këtë diel. Përpara se të ndodhë raundi 2 i zgjedhjeve për balotazh, shumë parti politike tashmë kanë bërë koalicione. Partia Demokratike e Kosovës në Mitrovicë ka arritur marrëveshje me LDK-n e AK-n, kurse kësaj të fundit i ndihmon PDK-ja e LDK-ja në Gjakov. 6 ditë para raundit të dytë arritën ujdi për bashkëqeverisje. Mirë AK-ja nuk është vetmja partnere e Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovicën e Jugut. Në atë qytet këta lidhen marrëveshje edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës para balotazhit të së dielës. Me LDK-n, PDK-ja finalizoi bashkëpunimin në garën zgjedhore edhe në 3 qytete tjera. Në Prizren, Totaj si i pari nënshkroi marrëveshje me Selmanaj në garën kundër Abrashit. Ndërkaq në Fushkosove Gjilan, kandidatët e LDK-s, si të dytët në garë, do marrin ndihmën nga Partia Demokratike e Kosovës. E këto dy subjektës së bashku, si të tretit dhe të katërtit, vendosin t'i ndihmojnë kryetarit e Gjakovës nga AK-ja në garën kundër LVV-s. Kandidati i AK-s në Prishtinë, Bek Berisha, vendosi t'ia kthej këtë favor pretendentit të LDK-s në kryeqytet, e LDK-ja atij të AK-s në Klinë. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ndonse garon në 12 komuna ka pak ujdi të nënshkruara deri më tani. Përveç në Fushkosovë ku e kanë mbështetjen e AK-s, e kanë edhe të kandidatit të LDK-s në Vushtri, por jo edhe të partisë. Në Prizren lidhen koalicion para balotazhit me Zafir Berishën si dhe me Emilia Rexhepin. Ndërkaq vendosin t'i ndihmojnë aleancës në garën në Junik, si dhe PDK-s në garën zgjedhore në Dragash. Kurse në Klokot, ndonse kundër kandidati liste serbe Srećko Spasić u tërhoqi nga gara, KQZ njoftoi se balotazhi megjithatë do mbahet.
Ndërkohë një ditë më herë të mbajtën zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, sigurisht zgjedhje për balotazh, kronika në vazhdim na tregon se kush fitoi e kush humbi. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut votuan të dielën në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, duke zgjedhur kryetarët e 33 komunave. Rezultatet e para tregojnë një ndryshim të madh në skenën politike, me VMRO-n DPMNE-n që thellon dominimin e saj. Partia në pushtet dhe koalicionet e saj kryesojnë në total në 21 komuna, duke shënuar një fitore bindse. Kjo parti pritet të marrë drejtimin e Shkupit dhe komunave kryesore, si Karposhin dhe Aerodromin, si dhe ka një avantazh në qytete si Kërqova dhe Koçani. Në Kërqov, kandidati i VMRO DPMNE Aleksandar Jovanovski ka marrë 14.228 vota, përballë 12.208 votave të Fatmir Deharit të AKI-s. Në komunat me shumicë shqiptare, koalicioni Vlen ka fituar në 5 komuna: Bogovin, Diber, Dollnen, Strug dhe Tetov, ndërsa Aleanca Kombëtare ka fituar vetëm në komunën e Studeinçanit. Në Bërveniz dhe Kërqov, kryetarit e rinj janë nga VMRO DPMNE. Ndërkohë LSDM-ja opozitare, e cila kishte fituar vetëm 3 komuna në raundin e parë, kryeson në qendër të Shkupit, si dhe në Kurshev, Zërnovc dhe Makedonska Kamenic. Betejë mes VMRO DPMNE-s dhe LSDM-s u zhvillua në 16 komuna, dhe këto rezultate pritet të përcaktojnë kapacitetet të LSDM-s për të ndaluar dominimin e VMRO DPMNE-s. Procesi zgjedhor u zhvillua i qetë dhe pa incidente, ndërsa dalja në votime ishte rreth 45%. Sipas analistëve, rezultati i këtyre zgjedhjeve do të përcaktojë drejtimin e forcave politike në Maqedoninë e Veriut në muajt e ardhshëm. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për krimet e luftës që janë kryer gjatë luftës pra këtu në Kosovë. Në gjykatën themelore është duke vazhduar procesi gjyqësor ndaj një të dyshuari për krimet që i ka bërë gjatë luftës në Kosovë. Dëshmitari është përballur me Llazovicin dhe ka thënë se ende i ka parasysh ato se çfarë kishte përjetuar gjatë luftës. 27 vite pas në kohë, anët kanë ndryshuar. Tani ai që dikur kishte drejtësi në duart e veta, sot përballet me drejtësinë si akuzuar për krime lufte. 2 nga ata që pësuan nga veprimet e Sergjan Llazovicit dëshmuan kundër tij këtë hënë në gjykatën themelore në Prishtinë. Por shqiptar përveç të dëmtuarve ishte edhe avokatja kryesore e Llazovicit, Feride Xoni. Kjo mori fjalën më vonë pasi rradha ishte tek prokurori special Armen Zenelaj që të parashtronte pyetje. Po, në shimë. Po, 18 orë, 7 orë. Përveç aty në gazetarës, se kom pas punë me dikon qeter. Gjysma kohës është i dedikuar për të marrë në pyetje dëshmitarin, ka lej duke munduar ta vërtetojnë që kishte dhënë dëshmi para policisë një vit më parë, e që tani Zeqir Bajramit nuk i kujtohej. A keni dhënë deklarat para zyrtarëve policore? Zyrtarës së më kujtu. Ato që kishte përjetuar në kohë të luftës megjithatë i kishin mbetur thellë në mendje. Tash si kom hi, do më thonë më ku kështu. Si kom hi e në kao, do më thonë kao në në gjatë, më në herë, dhe kom në tu. Në sy të onës së gjatë. Edhe tani tonë më kanë mshu. Po jam zhun tu, edhe tani më kanë mshu tonë. Kur prokurore ballafaqe me fotografinë e famshme të Llazovicit gjatë luftës në Kosovë, kujtesa përforcua dhe më shumë. Është kjo foto ku ju kanë të bu para. Po. Ja prezentoj një foto në KDZ. Kjo është. Tu në gjë nomin të gjendë dhe shkajnë të. Këto dëshmi ishin të mjaftueshme për prokurorin special i cili ka lej radhën tek mbrojtja të akuzuarit. A që kjo person? Kjo është. A është që ky personi si e ke pa aty? Që shajnë ka me orën para neve që kjo është. Sergjan Llazovic akuzohet se nga 3 shtatorit deri me 5 shtatorit e 1998-s në fshatin Panërs të Malishevës ka arrestuar, ndaluar, torturuar, maltretuar fizikisht dhe psikikisht rreth 500 qytetar civil. Seancat e parapara për këtë javë në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Iko Krasniqit janë anuluar. Siç kanë njoftuar dhomat e specializuar të Kosovës në Hag, kjo ka ndodhur për arsye logjistike. Ndërsa seanca e radhës pritet të mbahet të hënë më 10 nëntor të vitit 2025, raporton Betimi për Drejtësi.
Dëgjimi dëshmitarit që ishte planifikuar për sot është shtyrë vazhdimisht. Sipas një parashtrese të mbrojtjes së Thaqit, ky dëshmitar ishte planifikuar të dëshmonte me 15 shtator në vend të James Urbinit. Sipas tyre, dëshmia e tij është dashur të shtyhet vazhdimisht për shkak të çështjeve që janë jashtë kontrollit të mbrojtjes. Mbrojtja ka thënë se nëse dëshmitari që është planifikuar të dëshmojë me 3 nëntor 2025 nuk dëshmon, atëherë nuk ka asnjë dëshmitar të disponueshëm për këtë javë. Ndërkaq me 15 prill 2025, prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave për këtë rast. E drejt Hagës ka udhëtuar ministrja për Evropë dhe punë të jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, të hënën ka njoftuar për një vizitë zyrtare që do të mbahet pra në Hagë. Spiropali atje ka takuar ish-presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Ministra do të mbajë një leksion të hapur në Universitetin e Shkencave të aplikuar në Hagë me studentë dhe akademikë të programit të studime europiane rreth agjendës angazhimeve që Shqipëria ka ndërmarrë për të garantuar standarde europiane. Emisionin frontale vazhdojmë tash me bisedën në studio. Me mua është kryetari i nismës socialdemokrate Fatmi Limaj. Zoti Limaj, mirë se erdha. Faleminderit ftesë. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal. Realisht pa ta menduar që do të ftoj në cilësinë e kryeparlamentarit. Nëse se dihet. A kosh shpresë hala? Po me na jemi në politikë, garojmë edhe besoj punojmë edhe asnjëherë nuk i dihet angazhimeve politike si vinë. Që në procesin. A jemi proces edhe këtu ditë që kanë mbetë deri te përfundimi? Ja, për talë, kjo çështje është mbyllur tashmë. O mbyllur, po ende ka shpresë se diçka mund ndodhë. Fatkeqësisht jo, fatkeqësisht nuk ka shpresë. Të dielën një e pat partia e madhe nuk i pat shumicën e vota për qeveri. Pastaj edhe takimi me presidentin pak a shumë nebulosi këto. E vërtetoi një gjendje rare partike ku sipas detyrës zyrtare presidenti mas dështimit të krijimit të qeverisë ka për detyrë me ftu partitë politike për rastin e dytë për të parë. A ka në shpresë dhe mundësi që partitë politike të krijojnë një shumicë të re për një mandatar të ri. Dhe aty në takim edhe një herë partitë politike, shumica shqiptare, deklaruan që nuk kanë një shumicë të re, nuk janë të interesuar për të marrë një mandat të dytë, dhe po thonë të gjithë kërkuan nga presidenti që të ushtrojë detyrat e veta kushtetuese për të shkuar drejt procesit të zgjedhjeve. Pse nuk shkum në këtë proces, po zvarret po nduhet? Me të drejtën e dhënë për mua është pak e habitshme se bile ato dhe kur e pata rastin me folë thash që presidenti asnjëherë nuk e ka pas citatën më të qartë. Mas deklarimit të partive politike, fatkeqësisht këtu nuk ka një sens të përgjegjësisë për të krijuar diçka të përbashkët, për shkak të problemeve që na presin buxhetin gjithë ato. Atë ditë ka pas mundësi aty për aty me kriju një qeveri provizione e përkohshme për do punë buxhetin, planin e rritjes e disa tema që ngritën aty me shqetësim nga falësit. Pasi që nuk ka një vullnet politik tillë, atëherë u shpreh një vullnet tjetër politik që të gjithë janë të interesuar me shumë drejt zgjedhjeve për shkak se s'bëhet shumica. Në kushte të tilla, presidenti kishte të qartë idenë që nuk mund të krijohet. Bile unë thash që sot mundi me vendos këtë temë. Kush kërkoi mos varrit edhe pak? Kryetari i partisë Lëvizje Vendosje zoti Kurti kërkoi 2-3 ditë. Me idenë që një konsultim në grupin e vet. Dhe presidenti për shkak që ka fatin dhe me të pensit, fatin ligjor, ja dha e pranoi kërkesën e kryetarit Lëvizje Vendosje që ai nëse nuk ka bërë kandidat tonë se të martën eventualisht kur i vje pensit me kurën që me aktu një përgjigje, po
Të gjithë e dim, dhe ata din që shumicë nuk mund krijohet. Të paktën partia para ka provu të dielën, dhe aty po që nuk ka ndonjë farë ndryshimi për të gjetur partner ose për të pasur vota shtesë. Zakonisht të demonstrojnë, arsim demonstrojnë përmes transkriptit demonstrojnë me qëndrimin e grupeve politike dhe shihet a ka mundësi të krijohet një shumicë e re apo jo. Aty në atë sallë, o po qartë, të mësu qartë, që fatkeqësisht nuk ka vullnet politik për të pasur një shumicë të re. Por Albin Kurthi me gjatë ka kërku edhe disa ditë që eventualisht do shta me bo përpjekje me siguru numrat. A ka bo përpjekje këtu ditë që t'ju kontaktoj sërish ju o zotë Lima? Unë s'besoj që e ka bërë këto për këtë shtyrje për të kërku numra. Pse e ka bo? Nuk i di. Kam nevojë më konsultu me organet e partisë, por nuk besoj që ka marrë kohë për të provuar një kriju shumicë re, sepse një herë pari, zoti Kurthi më nuk e ka të drejtë me qenë kandidat për kryeministër. Po flas nga logjika. Po, dhe tha presidenti. E ka dhënë një betejë, e ka fitur 48 deputet, populli me shumicë ka dhënë votën atij për kryeministër, me 48 vota, me platformën e tij, ai rast ka dështuar. Për mua do të ishte krejtjo serioze me provu për një kandidat tjetër në këto rrethana. Prandaj nuk e kam pas si një përpjekje për të krijuar, po mund të ketë një arsye tjetër, ta shohim koha do të na tregon ndonjë arsye tjetër. Po për një jam i bindur që nuk ka pas, e bindur jam që nuk ka një arsye për të tentuar të krijuar shumicë, po ka ndonjë arsye tjetër, që do ta shohim rrugës. E dini ju këtë arsye apo? Jo, po them ka mundësi me pas. Ndonjë arsye tjetër, se nuk e di, po koha do na dëshmojnë. Po jam i bindur që jo, nuk është arsyeja e përpjekjes për të krijuar një shumicë të re. Me gjatë e ka provuar, zoti Kurthi, keni pasur shumë 6 takime apo? Po, kemi pasur. I fundit ishte ditën e seancës të dielën. Pse s'ju bindi zoti Kurthi për t'ia dhënë votat? Si që unë jam kanë kohë gjatë politike dhe qëndrimet politike nuk ndërtohen ad hoc. As si reagim, as si hidhërim, e as me ego individuale. Qëndrimet politike kur i ndërtojnë dhe pozicionohen politikisht, do më thënë ndërtohen larga dale me pjekuri. S'pari motive ose ka dëshmëria jonë për të shkuar, të ofruar një mundësi të ndërtimit të një institucioneve, kam pritur që të kuptohet drejt arsyeja pse po shkojmë në ato fillimet dhe me dhënë një mundësi, siç kam thënë, të 380.000 njerëzve që kanë votuar, duke parë që opozita kënej nuk ishte asnjë shpresë për të bërë bashkë me dhënë një qeverisë ndryshe. Sepse, shqyqeni, nëse shqyqeni si vot tërësi qytetarët e Kosovës, shumica shqiptare ka votuar për ndryshim. Nëse merr votën tërësi nga i kampi opozitar. Mirë, po nuk mjaftoi, si duket, nuk ka arritur me gjetë një gjunte përbashkët partitë të mëdha për t'i ofruar një mundësi ndryshimi vendi. Nismen e të dy pozicionet ka pas qëndrimin që t'i ofrohet ta jep kontributin e vet për ndërtim të institucioneve. Prandaj dhe takimi im i parë me zgjedhjeve ka qenë me kryetarin e Partisë Demokratike. Më njëherë ka të ditë një javë me zgjedhjeve dhe kam ofruar nismen votat e nismen duke thënë që ne jemi të gatshëm, mi dha shansë një qeveri nga kampi ish opozitar për t'ia dhënë mundësi ndryshimi i Kosovës. Bile në fund i kam thënë zotit Krasniqi, duke ditë që nuk e lehtë më ndërtu këtu koalicione, kështu se ka vështirësi për t'ia lehtësuar për dhënë kontributin tonë, kam thënë që llogarit që nisma nuk vjen në qeveri, është e gatshme me ju ndihmuar me votat tona, pa marrë pjesë në qeverisje, që ju ta keni më lehtë me partnerët tjerë për të komponuar një qeveri. Votat tona i keni pas një obligim, do t'ju mbështesim qeverinë e opozitës. Dhe ne jo presim deri një javë para se të filloj kuvendi. Fatkeqësisht, sigurisht në shtatë jemi bërë përpjekje, po s'pam një përpjekje serioze për të shkuar deri një projekti siç u proklamuar në fillim nga një qeveri opozitës. Dështoj e projekt, nuk kemi pa një si më thonë, dëmësim serioz, ose konkret, më thonë se sigurisht që ka pas përpjekje. Dhe në fund, në atë lidin tonë që më të nga mundësi ndërtim në institucione, kemi komunikuar me, ju kemi përgjegjë ftesës në vës, njëtën gjë kemi ofruar edhe atyre. Ne jemi të gatshëm t'ju ofrojmë votat,
për të mbështetjen e qeverisë të pakicës, pas një oblikim ndaj nesh. Ose nëse do një partneritet, vlerësoni. Po ju nuk duhet mundi siklet. Nëse ju keni nevojë për votat tona, ne jemi të gatshëm ju mbështet. Sepse vlerësojmë që ne si parti nuk duhet të luajmë një rol pa mundësi vendit me pas institucione. E thash këto arsye për tonë që nga dita parë, roli ynë ka qenë rol në dhënien e kontributin potencialin tonë që kemi ndërtimin e institucioneve duke pa që shumë e rëndësishme për vendin me pas atë qeverinë dhe parlamentin siç ka votuar populli. Se në fundit për këto kanë votuar njerëzit, me ofruar institucione. Prandaj pozicionimi ynë ka qenë me dhënë kontributin tonë qoftë nga opozita, qoftë nga kjo, që ne me pas një rol konstruktiv e me hap një derë e një mundësi për ndërtimin e institucioneve. Fatkeqësisht 8 muaj shkuan si që dini, të dielën orvatja të dielës ishte më orvatje e kaluar. Çka kërkoi të dielën Albin Kurti nga ju? Kërkoi votat me mbështetje. Në këmbim të? Jo, zoti Kurti të dielën mbas jemi shkuar në parlament, s'kam pas më s'kena pas komunikim prej zgjedhjes atij turpit të Kosovës për këtë kuvendit. Zgjedhjen e kujt? Dimalit. Pse turp? Po turpi i Kosovës ajo është. Me pas këtë kuvendit një është turp, se tashmë. Edhe pyetja me bom pse është e çuditshme, e dini për arsye që me çuditë organizatë kriminale, shtetin, lirinë, përmbysin, këtë ato është sa ditë, sa minuta rrën e njërin atë është turp për Kosovën. Edhe ofendim përsëri nga ne. Ky popull që prej të nanës me një kontribut tjetër të zakonshëm ka dhënë. Dhe në fund e ka këtë njeri i cili ka fyer diaspor, ka fyer qytetar, ka fyer këtë kontributin, angazhimin, historinë e lirisë së shtetit të Kosovës. Fundamentin e Kosovës e ka bërë organizatë kriminale dhe kjo në krye të një kuvendi që sipas tij ka ardhur, ky shtet ka ardhur si rezultat i një organizate kriminale për të cilën po gjykojnë edhe njerëzit në Hag. Në farë mënyrë izolën si dikmarr. Edhe të dielën zoti Kurti më ftoi në imi takuar në ambientet e parlamentit për më dha informacione, që më thanë një informat. Informacionin që po e largoj kryetarin e kuvendit nga kryetari i kuvendit, më thanë informacionin. Kuptimi që ju keni pas qendrim kundër. Edhe në farë mënyrë po bëj një veprim si me thanë, dëshamirës, se si me thanë që... A tha, po i largoj Dim Alboshën nga pozita e kryetarit të kuvendit për t'ia u dhënë këtë pozitë juve, apo... Jo, veç pak, jo, se s'hitim atë tjetër, ajo që ka po flasë është që... Unë i thash, zoti Kurtit, që unë s'kam kushëm me të njëri privatisht, se për me, si shumë po bje me për me namnin e njëri ka familje, s'du më morë me këtë pjesë, po flasëm për postin që banë. Këtë punë s'ke nevojë me bon për hatër të. Këtë me bon për shkak që është turp me në qëndruaj atje. Me bon që ti duhet me bon këtë veprem. S'ma belat njëri për arsye që i dim, jo për kësë është hatër, se ne në politikë shpesh votojmë njerëzit që në kushte normale që këshumë votuar. Po janë marrëveshjet politike, shpesh ndodhe jep një votë për hir diçka më të mirë. Në rastin konkret, ky njeri ka von, ky njeri është për procedim penal. Në ex officio prokuroria do të më marrë me trajtu këtë temë. Për shkak se ka fyesur që thash, kanë përmbysë dhe nuk mundet me qenë kryetari i kuvendit njëri që ka fyer kombin e vet, shtetin e vet, historinë e vet. Do të më jetu me pasojën e gabimit të tij. Edhe nuk e kemi zgjatë këtë pjesë më të tje. Kam thënë që nuk kemi vota. Sidomos të dielën 10 minuta nuk bën të punë kështu. Është jo serioze. Zoti Kurti është të rregull nga një marrëveshje në prill, më gojore që kemi pasur. Ma e marrëveshja që ju do ta keni pozitën e... Është të rregull, me të drejtë. Asnjëherë ne s'kemi folur për këtë pjesë më atje, përveç që kemi konstatuar që ka qenë shpjegim ndonjëherë Albin Kurti pse u tërhoq emri juaj? Jo, pasi ka qenë marrëveshje. Po, këtë bëjmë parancishme. Ka pas disa shpjegime, po janë diqysh arsim. Këto tani janë parasyshme për vetë faktin që ju keni bërë të rrejë që ka një marrëveshje, na nuk kemi më marrëveshje në këtë kuptim. Dhe pasaj zgjedhja edhe këti jera ndaj situatën, kështu që të dielën, ka përshtypjen që, ose ndjeshmëri, ne nisme kena pas një farë ndjeshmërie. E kena ndi, jo vetëm nga partia në pushtet, po edhe nga
qarqet opozitare, bele edhe nga opinionist, apo skriju një farë përshtypje që nisma në fund ditës, në fund ka me votu, sepse s'ka ka shkon, të zhjetë dita, më njëse mësë me kalu progë, mësë me ka deputet, e dini këtë farë narracioni për një të më kriju. Edhe ne e ndinim qëta që dikush po pret me në azot ditën, diçka ti në farë atmosfere. Unë e këto po të nevoja ditë me atonë. E kish edhe Albini këtë idenë? Se kam këtë gali, heqen. Po, e kish Albini këtë idenë që ta kanë zot ditën? Jo, për ndjeshmëria dhe po flasë nuk thuhet, po ndjeshmëria ishte. Na e ndishëm, sepse u kriju një farë, ju e dini tashë. Pa ka shumë se ti ka shku që kjerë për kryu, se në fund ta dhe me kësë kanë ku shkojnë. Nuk rezikojnë në shku në zjedhe, tjerë zakonshme detyrohen. Sa du të me shku në zjedhe shkojmë, po tash po në zjedhe shkojmë, se kanë më të problem. Ti kujtoj Albini zgjedhjet, me të tregu që rrezikun e se pret nismën. Po. Shani, që dhe boni shqetësimit e yje në shpi. Shkojnë në zgjedhjet, apo bon të njome. Kam kontribut jem, ka qenë mëse me shku në zgjedhjet për vendi, po ju keni këshu të nisë këni pas, me mendu që na ndryshim qëndrim për shkak që në shkojnë në zgjedhjet, ka boni në qëndrimi ju, në vizioni, ose qëndrimi politik, është ndryshë shkojnë kjo punë. Edhe që shkojnë në zgjedhje, që ka bëhet? Për në shkojnë parlament, për punë e madhe. Pas një fa dignitetin në qëndrim politik. Edhe paka shumë ditën e fundit, në ditën në qëtore tona, si me thonë, gjitha marrëveshje që vjen sekundin e fundit, pa varësisht, çfarë marrëveshje, s'ka shije marcin, edhe me thonë, si me thonë, me ndërtu pos kryeministit, që do kohë, shija është e keqe. Sepse pom që s'ka pas një seriozitet të kjo, fatkeqësisht ne i bëjmë përpjekjet tona, edhe qëndrimin tonë politik nuk i marrëm ne atak, s'ku që tash, as me reakcion, 8 muaj, kemi vujtur, jemi janë të muar, jemi fyrë e sharë. Zakonisht po thëmë, kush ka shku të shkallët e parlamentit, pa në dhëmit shamë se ka lamë. Nga deputetet. Po. Dhe që se agjami që se din që ka është politika, pa ka shumë një pjesë të tyne, dikush me nejë var agende. Po nuk kemi përgjigjur, se kemi besuar që detyra funksioni primar në një subjekt në këta deputete është me bë përpjekje drejt marrëveshjeve që je vendit të institucionit. Unë vi nga një edukat e tillë politike, që sa herë jemi ullë në tavolinë, Kosova ka fituar. Kemi citata më të rana, jemi ullë e kemi ndërtu marrëveshje. Ka i bindur që detyra parësore e ynia, si drejtues partije, po dhe si deputet, duhet me bë përpjekje me ndërtu marrëveshje. Përpjekja e parë ishte me opozitën, si që ta tash. Po çka që kontributi ynë, me një vota s'kem nevojë kur gjë për neve. E çka me thonë tjetër? Veç më banë, nuk pas suksesa ne. Përpjekja e dytë, ishte njëta gjë të këta. Nëse na shini për vota, për numra, i keni votat pas një obligim ndaj nesh. Kush nga vetëndosë zoti Limaj nuk ju la më bë kryetari i kuvendit? Po s'po më intereson ai pjesë. Jo, po më intereson. S'po më intereson se kom fol me kryetarin e partisë, në konstituira e më shkumi me deputetët. Ka pas plot antarë të kryesisë nismes që kanë qenë kundër një marrëveshje të tillë, dhe ju e dini. Edhe është qenë. Detyra eme është me shku në organet e partijës me dhënë shpjegimin pse duhet me shku në këtë proces. Unë besoj që ashtu është edhe drejtuesi tjetër atje. Këtë parancishme është unë marrë me to ty vëllon e deshta me barë, si po s'po mblen filane, kështë nuk shka ke logjik kështu, se kështu s'funksionon drejtimi i partijës. Edhe aja që ka është me rëndësi është gjithmonë roli ynë, 8 muaj, tash jemi fyrë, jemi sharë, jemi etiketuar me lloj epitetesh të habitshme, të çuditshme. A ju ka habit qëndrimi i Ramosh Haradinajt, Davut Haradinajt? A ju ka habit qëndrimi? Jo, s'më ka habit. Më ka orë keq. Jo, s'më ka habit, se, si me thanë, e di që s'është ashtu, dhe ata, e di që, paka shumë e di arsyet. A që jam gjatë në politikë, so e di arsyet. Kjo, si me thanë, e kom thënë një rast që, atë kanë pas selashe, rezultatet që kanë ardhur, që kanë pritur, kanë humbur në komunat e tyre vota, vetëm komunë në koalicionin tonë, kur ka pas rriti ka qenë nisma, si parti, si nëna koalicionit, në Marishef, kemi pasur rritje në çdo komunë tjetër. Koalicioni ka humbë vota, dhe fatkeqësisht kemi arritur të objektiva. Tjetra, aja që ka
unë e kam kuptuar ku po do me dalë kjo çështje, paka shumë. Prandaj edhe nuk jam marrë me të tema, nuk jam përgjigjur në deklaratat, dhe nuk kanë qenë deklarata të lehta, kanë qenë edhe fyse, fatkeqësisht, po, jem kohë bindur që rrugës, gjërat, ka të ndale koha i spërtheni dhe i bjenë. Që ku jemi sot? Vetëm nisma nuk ka dhe votë. As për kryetar kuvendi, as për në kryetar, as koalicionet që po bënë sot. Apo e sheni? Apo e sheni? Apo sheni që po ndodhë? Për cilën që ka ndodhë të 6 muaj? Sepse ne kemi pas një qëndrim principial. Ne kemi thonë, nuk i kemi marrëveshje politike, kemi gacë me ndërtu një marrëveshje politike. Nëse do një votë, kemi thonë jemi votë, do të pa marrëveshje politike të japëm votat të qeverinë e pakicës. Arsyeja pse do në me thonë, edhe po do me thonë juve, unë i përgatit me marrë fjalem për qëto vota, jo për po, se njeva në studion tonë. Po e tha Besniku. Edhe në shtuj fjalimet, se Besniku e denet punë që s'ka nevoj. Dhe me thonë, im përgatit me marrë fjalem pse po jap votat pas një marrëveshje me mbështet qeverinë e përkohshme qytetarëve, votuesve të mi. Më treguar arsyeën pse kam vendosur nisma në rastin e caktuar, më dhanë me mbështet qeverinë e pakicë pa marrë pjesë në qeveri. Edhe arsyet, një pjesë arsye që kom pas dhe me thonë parlament o kjo, po ja vota 380.000 njerëzve. Një parti që ka marrë shumicën, Kosova ka nevojë për institucione për qeveria dhe parlament, dhe ne do na mjallë rastin, sepse në presin vendimet mëdha. Që ku jemi sot? Domethënë, veprimin tonë politik, në vazhdimsi vendimet e gjykatës e kanë mbështetur. Parashikimin tonë, paralajmërimet tonë, e dini gjatë gjithë prej prillit, e deri kur zgjedh kryetari kuvendit dhe mas. Në vazhdimsi çdo vendim ose gjykimi i gjykatës kushtetuese ka qenë tërësisht në ato që ne kemi bërë në veprimin politik. Gjykata në fund ka thënë, nuk mujë në mjë bo marrëveshje juve politike, duhet me ju më ullë. Gjykata nuk është me bo marrëveshje politike në partit politike. Mos më shefi mas vendime vë gjykatët, po dilni dërtoni marrëveshje nëse dalë institucione. Kemi thonë se është të rëndësishme Kosovë me pas institucione për shkak të vendime që na presin. Që ku jemi sot? Rrezikojmë sa ditë ditë e presidentja. Ditën e fundit po flasim na, ku qa me bo me buxhetin? Rrezikohet buxheti, rrezikohet plani rritjes, rrezikohen ato. Domethënë, apo e sheni, se sa rëndësishme kanë me mbledh dhe me ndërtu një qeverisje. Qa prit me ndohë me buxhetin, zoti Limaj, se është përmendur mundësia që të votohet projekt buxheti? S'ka, Arsim, nuk e kanë për një me. Nuk e kanë për një me. Qatë ditë ka mujtë më kryu një qeveri kur ishëm edhe presidentja. Mos me hi me bo salta, që qa po thujnë ta? Hajde shkojmë të votojmë buxhetin, qysh? Po i bënë komisionet, po i bënë një komisionet shumë mirë. Po qeveria po e bje me detyria, po e bje presidentja, ka drejt me prunë buxhetin, projekt ligjin, 100.000 mënyrë, do më thënë një rrugë të komplikuara, me shumë probleme ligjore, do më thë votin një rrugë e cila ka 1 milion komplikime, e që nuk mund me arrit në fund, rrugën e thjesht që e këthjeshin për asyve nuk e bëshin, që bënë një qeveri për 3 muaj. Nuk konë që se thjesht? Ja, a i një të shqetsuar për rrugat e qytetarve, a i një shqetsuar për organizatat buxhetore, a i një të shqetsuar për rritjen për këtë planin e rritjes, po. A i një tonë, a keni për një me interesin e shtetë, po. Nali që to, bani qeveri 2 muaj, shkoni dhe në mars, hishtë një ju prej ndikimeve politike, qëtë një 4 pika në atë buxhet, që ka po dhe me miratu, zgjeni problemin, nuk janë të interesuar. Se cilë i fletë gjaja në me ta, se po në fakt nuk janë, sepse kishim mundësin. Edhe, është fatkeqësi kur të dheq ego dhe interesi ngusht elektorale partijak. Në tavolin atë ditë, mund gënim mbështetës, që mund me bo qëtë veprim. 5 minuta ka qëndasht. Edhe me do me thonë Kosovës, që që një qeveria dështoj, së mujtë me kryu, ka këtu polarizime, ka mos pajtime, dini paka shumë bloqet që shjanë, kemi vendosur një qeveri të përkohshme për 3 muaj ditë me kryu qëto punë, edhe na përshkrim zgjedhjen në mars. Edhe shkruj puna. Por me zgjedhje do të shkojmë pra në dhjetor, sipas afatit, po pyetja është për nismen, çfarë do ndodh me nismen në këtë zgjedhje. Keni pasur një takim me Lumira Abdixhikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe menjëherë u supozuat që po takoni që eventualisht ta bëni një koalicion para zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në jetë ka
ka fitore të shijes humbjes. Ka fitore, po shijen e kanë të humbjes. Ka humbje, po dyqysh të ka një farë shije të një farë dignitetit, ka së humbje. Beteja. Shije i lanismës kë rezultat? Jo, që po thëmë? Që po du me thonë është? Pozicionimi ynë si parti politike, detyra parsore është, a i kemi në pozicionimin tonë, a i kemi shërby vendit. A jemi munduar ta luajmë rolin tonë konstruktiv. A kemi bën gjitha përpjekjet që vendim i pas institucionit. Sjellja jonë politike, a ka qenë korrekte? Niveli ynë e pjekurisë politike a ka qenë korrekt? A kemi fyer dikun? A kemi ndotë gjumën? A kemi qenë konfliktues? Kretë që to kur ti mbledh, dhe pozicionet vetën tonë, dhe thu kreti ku bon, ashtu si duhet, besojmë ne, me dojnë zamër e me bindje në shërbim vendit. Kjo është, si me thonë, ai përmuniti i mirë, e ke thonë çdo gjë për vetës tonë. Ne vazhdimisht ashtë sa kohë jemi të thirrë zërit racional të Kosovës. Me thonë oj Kosovës elektorale, qytetarëve të Kosovës. A jeni duke po që siglat e partisë nuk ju zgjidhin problemet. Ju problemet e ju e zgjidhin njerëzit. A jeni duke parë që me gjuhën e polarizuese, destruktive, me një gjuhë të pozicionimeve, që ku ju vendi ku sa humbë. Sot, nuk ka votu si një partije, ka humbë Kosova tash e 8 muaj, çdo qytetar i Republikës, ka me humbë disa muaj, prej sjelljes se pa përgjeshme të atyre që me vagon ju kanë dhënë vota. Ajo që po mundohemi ne, po dona me ngrinë zonin, e që sa Kosova racionale, një Kosovë të pjekur. E janë të bashkohemi e të vlerësojmë nesër se përgjegjësia publike e politikanit është veç në votë. Nëse nuk pojtohemi që gjendit vendit tuaj, mos i votoni në zgjedhje. Ka të tregoni që jeni të pakënaqur me sjelljen e tyre që kanë ndodhur për 8 muaj. Zgjedhjet e fundit lokale, neve na kanë treguar në bastionin tonë, në Malishet. Qytetarët e Malishetës e kanë mbështetur këtë vizion tonin, duke rritur votën me 4.000 vota, 5.000, duke kaluar pa baletaj, një fitore historike që tregon që ne jemi në rrugën e duhur, dhe unë arsim nuk mundem për një grusht vota me dëmtu vendin, dhe qëndrimi janë politika qenë dhe kom mbeti i tillë. Cila është fati Kosovës, jo i nismës. Tani ku jemi në pyetjen, për më përgjigj pyetjes suaj. Sot, nëse për vërtet dojmë një qeverisë ndryshe, ama nëse vërtet dojmë qeverisë ndryshe, njerëzit nuk mjaftojnë me thonë dojmë një qeverisë ndryshe, po do të me tipo hapat konkret drejt një qeverisë ndryshe. Është mundësia e jashtëzakonshme me mbledh çdo votë, me bashku çdo votë, me ndërtu një platformë, një ide, e cila konkuron, me një alternativë qartë për t'i ofruar qytetarëve një qeverisë ndryshe. Qytetari nuk mjafton marrë studio me thonë po duam një qeverisë ndryshe. Ai do me t'i pa veprimet, apo bashkon që të zonë opozitar, që të popull opozitar, që dojnë një qeverisë ndryshe. Çka po bën ti konkretisht me veprime konkrete, me bashku që të bësht, ose që të ekip. Prandaj, dy partitë të mëdha kanë mundësi me bën një gjë tillë nëse kanë për një member pas një qeverisë. Po doni që me bën një koalicion të partive deri di opozitore. Po atyre për flas. Për ata që dojnë qeverisë ndryshe. Për qeverisë me vazhdu e kanë partia që ka udhëheqër me tani, ne po flasim për një qeverisë ndryshe. Nisma është e gatshme me dha kontributin e vet për bashkimin e kësaj vote për qeverisë ndryshe, për një alternativë. Ama ne do na mi pa, a ka hap serioz, konkret. Mos më ndodhë se ku që ndodhi dështoj krimin një qeverie të opozitës, hap konkret, drejt ndërtimin një platforme, një alternative serioze cila konkurren seriozisht dhe i ofrohet seriozisht qytetarit me një qeverisë ndryshe. A ja tha këto Lumir Abdigjikut në takim që e patët, këtë idenë që më bo bashkë kretë parti diri di opozitore për ta... Na me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës kemi kontakte të vazhdueshme, takime të vazhdueshme, për temat ndryshme. Natyrisht që kena folur për shqetësimet e diellës e mënyrë të hanën u takuam. Se është e nevojshme me gjetë një rrugë tjetër, se është e nevojshme me ndërtu diçka, se në terma gjeneral. Nuk kena folur kur gjë konkretisht, besoj, sepse tema tash është balotazhi. Kemi folur edhe për temat e balotazhit. Por po besoj që atje, po besoj që këtu është kuptuar dhe shoh edhe të Lidhja Demokratike dhe të kryetari Abdigjiku e shoh një dëshirë me shku drejt një alternative ndryshe, por një alternativë që jep shpresë dhe që fuqizohet.
Ai çka po të më thonë për nismë po flas. Nisma është e gatshme me ndëgjuar këtu nëse ka projekt serioz, rreth alternative. Siç e kam thënë në disa studie, një gjë e ditë sigurt. Nëse ndërtohet një projekt i tillë serioz, ama tamam serioz. Nëse vizlojnë sot edhe punohet për me shku me shku deri në fund me atë projekt. Me këtë alternativë, edhe qytetarët me pa si mundësi reale, aty ku është nisma do të jetë kryeministri i jashtëm i Kosovës. Për përmbylli këtë bisedë me këtë fjalën tonë të fundit, falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Ishte kënaqësi, faleminderit ju. Faleminderit e ju të nderuar shikues që keni qëndruar në emisionin frontal, këtu po japim fond për sot.